Jeta lëviz shumë shpejt. Por apo ju çon aty ku ju doni që të shkoni? Ju mund të kaloni vite duke kërkuar diçka që nuk e keni dhe të përfundoni aty ku nuk do doni të ishit. Duke eksploruar atë që bota na ofron, shpeshherë gjejmë asgjë. Megjithatë, udhëtimi juaj përmes kryqëzimeve dhe kthesave të kësaj bote nuk ka pse t'ju çojë në një shteg zhgënjimi dhe dëshpërimi. Më lejoni t'ju tregoj se si të ndërmerrni udhëtimin e jetës. Është një aventurë me Perëndin si udhëheqësin tuaj, aty ku do të zbuloni paqen, qëllimin dhe fuqinë që keni kërkuar. Është një udhëtim me bekime të papërfytyrueshme. Por ja se cila është pjesa më e mahnitshme. Me Perëndin, ju tashmë keni çdo gjë që ju nevojitet për udhëtimin e jetës. Jo gjysmën e atyre që ju duhen, ose shumë nga ato që ju duhen. Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet. Perëndia nuk ka patur kur qëllim që ju të pengoheni në rrugën tuaj gjatë ecjes së përditshme dhe padyshim, jo që të udhtoni të papërgatitur drejt së ardhmes. Prandaj ku doni të shkoni? Është koha të shpaketoni gjithçka që Perëndia ju ka dhënë. Zbuloni se si jeni pajisur për këtë udhtim dhe se si të jetoni me siguri, sepse ju, miqtë e mi, keni çdo gjë që ju nevojitet. Asgjë nuk të jep më shumë emocion se sa të fillosh një aventurë për të zbuluar përvoja të reja. E dini se çfarë bën këtë përvojë edhe më kuptim plot? Të kesh mundësi që këtë rrugtim ta ndash me dikë tjetër. Edhe jeta është paksa e tillë, duhet të them se është lehtë ta jetosh jetën për veten, por shpesh është shumë mirë që ta jetosh jetën duke patur parasysh edhe të tjerët. Çfarë kërkohet që të jetosh një jetë që ka synim edhe mirëqenien, edhe lumturinë e të tjerëve? Kërkon një mirësi radikale, një mirësi që transformon jetën e të tjerëve dhe tonën gjithashtu. Përshëndetje, unë jam David Jeremia. Sot do të shohim 7 mënyra për të filluar udhëtimin ton nga një jetë vetmitare drejt një aventure përmbushse me njerëz të tjerë. Le ta zbulojmë këtë në mesazhin tim, mirësia radikale, në këtë program të Moment Vendimtar. Prandaj, le të udhëtojmë së bashku përgjatë Shteteve të Bashkuara dhe bashkohuni me mua në qytetin e New Yorkut, mbi Central Park, në Apple Room, në Jazz, në Lincoln Center, për serinë time, çdo gjë që ju nevojitet. Askush nuk ju njeh juve siç ju njeh postieri. Floyd Martini kishte shpërndar postën në të njëjtën rrugë për dekada, duke u shërbyer 500 familjeve. Për gjatë viteve ai kishte shpërndar pako postare, lajme të mira, lajme të këqija, çeqje me para, dhurata dhe dërgesa të veçanta të gjithë banorët e itinerarit të tij në Marietat të Georgias. Por ai nuk shpërndante vetëm këto. Ai gjithashtu shpërndante buzëqeshje, përshëndetje dhe fjalë inkurajuese, si dhe lëpirëse për fëmijët e itinerarit të tij. Ai interesohej për fqinjet, u çonte gazetën te dera të moshuarve. Ai mbante një sy hapur për çdo gjë që dukej keq. Ai u jepte për të ngrënë qenve dhe maceve të banorëve. Kur fëmijët e itinerarit diplomoheshin në gjimnaz, ai u linte $20 në kutinë postare. Qante kur antari i një familje apo kafsha e tyre ndronte jetë. Ai falte përqafime plot dashuri dhe fjalë të ëmbla, dhe sa herë që haste ndonjë fëmijë që kishte marrë lajme të këqija, ai bëhej pjesë e tyre. Ai do të qëndronte me ta gjatë gjithë periudhës. Por sigurisht, ai ishte një njeri dhe kjo nuk mund zgjaste përgjithmonë, dhe në fund ai deklaroi se do të dilte në pension. Lagja u trishtua që do të humbiste postierin e saj. Dua të them, kush ka një postier të tillë? Ai nuk ishte postieri i tyre, ishte pastori i tyre. Prandaj në ditën e fundit, një gazetar i Atlanta Journal-Constitution u bashkua me të në itinerarin e tij dhe në çdo shtëpi njerëzit kishin dalë për t'i dhënë lamtumirën postierit të tyre. Disa nga kutit ishin zbukuruar me lule, tullumbace dhe tabela. Pasi shpërndau postën e fundit, lagja organizoi një fest për të. Të gjithë kishin shkuar në atë fest për ta përqafuar këtë njeri, ta lëvdonin dhe këtë e bën me brorima dhe lot në sy. Por historia nuk përfundon këtu. Në atë fest njerëzit filluan të tregonin histori me Floydin. Në mediat sociale dikush kishte thënë se postieri dëshironte të shkonte në Havaj. E po, postimet në rrjetet sociale u bën virale dhe brenda javës u mblodhën $32,000 nga qindra njerëz nga i mbar vendi, nga banorët, ish banorët, nga familje, madje edhe nga të panjohur.
Pastaj ndërhyri linja ajrore Delta Airlines dhe u ofrua t'i siguronte udhëtimet falas. Fjalët e Lloyd Martinit për grupin ishin këto: faleminderit që kujdeseni për mua. Bashkë kemi kaluar kohë të mira dhe kohë të këqija. Më jeni gjendur pranë kur kam patur nevojë edhe kur nuk e dinit këtë. Unë ju dua shumë, e them me sinqeritet këtë. Bota për këtë ka më shumë nevojë sot. Për dashuri, dashamirësi dhe mshuri dhe të përkujdesemi për njëri tjetrin. Kjo është histori e vërtet. Nuk ka ndodhur shumë kohë më parë. Dhe përmbledh saktësisht atë lloj bashkësie që bota po kërkon. Dhe thellë në zemrat tona kur dëgjojmë një histori të tillë, do të dëshironim të jetonim aty. Do të dëshironim të jetonim në atë lagje, të jetonim në atë ambient. E po, Pietri besonte se kisha duhet jetë si kjo lagje. Duhet jetë një vend i mbushur plot me qëndrime të dashurisë vëllazërore, dhe prandaj ai i shton listës së tij edhe një karakteristikë të cilën ne duhet ta ndërtojmë në jetën tonë. Ai thotë që perëndishmërisë ne duhet t'i shtojmë dashurinë vëllazërore. Dhe Pietri e dinte se për çfarë po fliste, sepse kishte qenë anën e kundërt të kësaj. Kur ai nisi fillimisht me Zotin, Pietri nuk ishte domosdoshmërisht njeriu më i mirë që mund të takonit. Ja se cila ishte fjala që përdor Pietri në gjuhën origjinale greke për dashurinë vëllazërore, jeni gati për këtë? Është fjala Filadelfia. Përkthimi i fjalës Filadelfia është dashuri vëllazërore. Ai qytet u quajt Philadelphia sepse William Penny, themeluesi i Pensilvanisë, donte që të themelonte një qytet që të karakterizohej nga ky tipar i veçantë biblik. Prandaj ai zgjodhi këtë emër nga Bibla për t'i vënë emrin qytetit të Filadelfias, që i përkthyer nënkupton qyteti i dashurisë vëllazërore. E meriton apo jo këtë emër, këtë mund ta zbuloni vetë. Si ndjekës të Krishtit, ne duhet ta meritojmë këtë emër. Ne duhet jetojmë në lartësinë e emrit të dashurisë vëllazërore. Ne duhet jemi të krishterë filadelfian. Tani, ndonjëherë kur lexojmë një pasazh nga shkrimi, ai na kujton një tjetër pasazh të shkrimit dhe e gjithë metodologjia ime për këtë libër dhe për këtë seri është se çdo herë predikoj një mesazh të tërë vetëm për një fjalë të pasazhit. Predikoj mbi perëndishmërinë apo mirësinë, por nuk mund ta bëjmë dot këtë nëse nuk shkojmë tek pasazhet të tjera të shkrimit. Ja se çfarë kam zbuluar. Gjithsecila nga këto fjalë ka nga një pasazh në dhjatën e re, thjesht duhet ta gjeni. Dhe kur e gjeni, ai pasazh është si një komentar mbi këtë fjalë që po përpiqeni që të kuptoni, edhe kjo është e vërtetë këtë herë. Komentari mbi fjalën Filadelfia gjendet tek Efesianëve 4:25 dhe në vazhdim. Ky pasazh i shkrimit na përshkruan se çfarë do thotë ti jetosh një jetë të krishterë filadelfiane. Le ta lexojmë. Prandaj, duke lënë mënjan gënjeshtrën, secili ti thotë të vërtetën të afërmit vet, sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Zemrohuni dhe mos mëkatoni. Diellit mos perëndoj mbi inatin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Ai që vjedhte, le të mos vjedhë më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë diçka të jap atij që ka nevojë. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës që t'ju jap hir atyre që dëgjojnë. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosut për ditën e shpengimit. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi, por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Ky është një pasazh vërtet i rëndësishëm i shkrimit që të krishterët duhet ta studiojnë dhe ta kuptojnë. Ky pasazh i shkrimit tek Efesianëve është një pasazh të cilin Pali e përmend shpesh, sepse është udhëzimi me 7 pika i tij për të qenë të mirë. Secila është si një dërgesë e veçantë për zemrat tona nga postieri hyjnor. Bibla na thotë që të farktojmë miqësitë tona me besim, të çlirojmë marrëdhëniet tona nga zemrimi, të ushqejmë ata që janë turitur, të fuqizojmë të tjerët me fjalët tona, të flakim çdo hidhërim nga shpirti ynë, të gjejmë mënyra për të praktikuar mirësinë dhe të falim të tjerët ashtu si Krishti na fali neve. Nëse do të filloni që të punoni me këtë, do të ndryshojë çdo gjë. A mund të përfituroni një përshkrim më të mirë për atë që do të thotë të jesh i krishter filadelfian? Prandaj le të marrim me radhë, cila është e para. Farkëtojini miqësitë tuaja me besim. Pali e nis duke thënë se Zoti na thotë të lëmë mënjan gënjeshtrën dhe t'i themi të vërtetën të afërmit ton. Sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin, këtë na thotë.
Besimi është thelbësor për një marrëdhënie të shëndetshme. Kam lexuar për aktorët e serialit të rimobilimi, Chip dhe Joanna Gaines, që kohët e fundit festuan për vjetorin e 16. Joanna u shkroi një shënim fansave të tyre duke u thënë 16 vjet dhe na duket sikur sapo kemi filluar. Para shumë vitesh që të dy u takuan në një dyqan për goma makinash ku Joanna punonte dhe u dashuruan menjëherë. Dhe Joanna thot në fillim nuk mund ta besoja se i dashur ishte Chipi. Kishte sy të dashur dhe më bëri të qeshja shumë. E kuptova që ai ishte i duri sepse mund t'i besoja atij. A e din njerëzit se mund t'ju besojnë? Mirësia vëllazërore fillon me një frym besimi, me gatishmërinë për t'u treguar i sinqert dhe i dashur. Më dëgjoni, të flasim me sinqeritet me njëri tjetrin nuk do të thotë të jemi të drejtë për drejtë dhe të vrazhd. Stormi Omartian shkruan: kam njohur njerëz që e përdorin si justifikim të qenit i sinqert për të shkatruar njerëzit me fjalët e tyre. Keni njohur ndonjë njerëz të tillë? Tani dua t'ju tregoj të vërtetën këtë herë. Si vllai yt, si motra jote, ndihemi detyruar që të them të vërtetën dhe pastaj ju groposin fare. Ti je i sinqert nuk do të thotë që të shprehesh çdo gjë. Nuk kemi pse e kalojmë atë kufi ku njerëzit mund të lëndohen. Duhet mençuri të dish se si ti e ekuilibrosh këto me sinqeritet dhe mirësi. Duhet mençuri të dish se kur dhe ku ti besosh një njeriu tjetër. Por të rritesh në dashuri vëllezërore do thotë të rritesh në aftësinë për të besuar dhe për të besuar. Dhe nuk mund t'i besoni të gjithëve në këtë botë. E dini, një nga gjërat që mësova kur isha i smur është se kujt mund t'i besoja. Sëmundjet ose problemet e mëdha në jetë i filtrojnë miqtë tanë. Na ndihmojnë të shohim se kush janë miqtë e vërtet dhe kush janë të tjerët. E di që ne nuk mund t'i besojmë kujtdo në këtë botë. Por ne duhet jemi të besueshëm. Bashkëshortes duhet t'i tregoni se mund t'ju besojë, fëmijëve duhet t'i tregoni se mund t'ju besojnë, njerëzve me të cilët punoni duhet t'i tregoni se mund t'ju besojnë. Dashuria vëllazërore fillon kur ne e heqim falsitetin, ndalojmë së gënjyeri njëri tjetrin dhe tregohemi njerëz të sinqert dhe të mirë. Farktojini miqësitë tuaja me besim. Ja se cila është e dyta. Çlirojini marrëdhëniet tuaja nga zemërimi. Sjellja jon me mirësi vëllazërore ka aftësinë për të shtyrë mënjan zemërimin që na bllokos. Ja se çfarë thot Pali, zemërohuni dhe mos mëkatoni. Dielli të mos perëndoj mbi inatin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Pali këtu nuk e ka fjalën për rastet kur zemërohemi, për shembull në trafik. Ai e ka fjalën për zemërimin ndaj të afërmit tuaj. Kur të ndoheni më shumë për ta humbur të ruan, kjo ndodh sepse dikush tjetër, mbase dikush që e doni vërtet shumë, ka bërë diçka që ju ka irrituar. Bibla nuk na thot se nuk duhet të zemërohemi kur. Zemërimi është reagim njerëzor i natyrshëm, por duhet kontrolluar, është një ndjenjë e rrezikshme që duhet kontrolluar. Është po aq shpërthyesa nitroglicerina dhe për këtë arsye Pali citon Psalmin 4:4 kur na thot zemërohuni, por mos mëkatoni. Mirësia vëllazërore është korrigjuesi biblik i frymës së zemërimit. Dikush thot, sa më shumë plakesh, aq më pak nxehesh. Pjekuri do të thot edhe të mësosh të kontrollosh se si dhe kur të shprehësh zemërimin. Më pëlqen shumë kjo shprehje e shkurtër. Dielli të mos perëndoj mbi inatin tuaj. Kam qenë në për konferenca për martesën kur njerëzit kanë thënë, kjo është gjë e mirë nëse keni një grindje me bashkëshorten ose bashkëshortin, sigurohuni që ta zgjidhni para se të shkoni në shtrat. Nuk është vullnet i Perëndis për ne që të jetojmë në një frym zemërimi. Nuk mund të jeni të mirë dhe të zemëruar në të njëjtën kohë. Farkëtoni miqësitë tuaja me besim. Çlirojini marrëdhëniet tuaja nga zemërimi. Më pas na thotë që të ushqejmë atë që është i uritur. Po ju them edhe një sekret tjetër për mirësinë vëllazërore. Ai thotë, ai që vjedhte, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet, duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë t'i jap diçka atij që ka nevojë. Tani duhet kuptoni se kur është shkruar kjo, kur i ka shkruar Pali këto fjalë, të krishterët e parë që lexuan këtë letër kishin ardhur te Krishti, por kishin vjedhur në të shkuarën. Shumë prej tyre ishin hajdut dhe mashtrues, madje edhe grabitës. Pali po thotë se nëse ata ndalojnë së vjedhurit dhe në vend të kësaj punojnë me djersën e tyre, mund ta fitojnë jetesën dhe kështu do të kishin diçka të tyren që do të mund ta ndanin me të tjerët. Kjo gjë do të sillte transformimin e jetës së tyre, që ne e quajmë dashuri vëllazërore. Çfarë ndryshimi? Në vend që të vjedhim nga të tjerët, bazuar mbi këtë varg, Pali na këshillon që të punojmë më shumë, që në vend që t'i vjedhim njerëzit, t'u japim diçka atyre. Bibla thot, ai që ka mëshirë për të varfrin, i jep hua Zotit, i cili do t'ia kthejë ato që i ka dhënë.
Kur kjo lloj bujarie bëhet pjesë e qëndrueshme e jetës suaj, keni filluar të jetoni. Efesianëve kapitulli 4. E mbaj mend një herë kur unë dhe Dona po bisedonim për këtë, ajo më tregoi një histori. Dona ishte në një supermarket jo larg nga vendi ku ne jetojmë. Në atë vend ajo pa aty një nën me 2 fëmijë të vegjël. Dhe kishte një tabel ku shkruhej: "Më ndihmoni të ushqej fëmijët e mi." Dona mori gjërat e saj dhe u largua, por kur ishte rrugës për në shtëpi, Perëndia i foli zemrës së saj dhe u kthye. Por në vend që të shkonte në supermarket, shkoi te një piceri dhe porositi një 2 pica për ata fëmijë. Dhe pastaj shkoi atje dhe i dha asaj nëne ca para, kurse vajzave u dha picat që kishte bler. Dhe pastaj Dona tha: "David, nuk kam parkur." 2 fëmijë të vegjël, aq të uritur sa që ishin ato vajza, dhe pastaj shtoi mu thye zemra teksa qëndroi aty dhe i shikoi ato 2 vajza të hanin picat. Këto janë historitë që ndodhin kur ju ja hapni zemrën tuaj mirësisë. Prandaj ja se çfarë do thon disa njerëz, po nuk mund të kujdesem për të gjithë, prandaj nuk do të shqetësohem fare për këtë. Jo, nëse të gjithë e bëjnë këtë, askush nuk merr kurrë për kujdesje. Kërkojini Zotit që t'ju jap ndjeshmërinë ndaj njerëzve që takoni gjatë ditës. Nëse ai ju thot: "Ndihmojeni atë njeri", ndihmojeni dhe lërjeni Perëndis se çfarë do të bëjë ai në jetën e tyre. Nëse bëni këtë gjë, gjëja më e mirë që do të ndodhë se do të mbroni zemrën tuaj që të mos bëhet e ftohtë dhe mos përfillse ndaj nevojave të njerëzve që shohin kudo. Gjizela e vogël peshonte vetëm 850 gram ditën që lindi, për shkak të abuzimit me drograt nga nëna e saj kur ishte shtatzën. Ajo kaloi 3 muaj në reanimacion e lidhur me një ventilator oksigjeni. Prindrit e saj po luftonin kundër varësisë dhe nuk mund t'i qëndronin pranë. Ajo u transferua në spitalin franceskan të fëmijëve, e vogël dhe e vetmuar. Asnjë nuk shkoi ta shikte. Por ishte një infermiere, e quajtur Liz Smith, që e vuri re dhe ndjeu një dëmshuri të jashtëzakonshme për të dhe filloi ta vizitonte rregullisht. Ajo thot që nga çasti që e takova, pas syve të saj të mahnitshëm fshihej diçka që tërhoqi vëmendjen time. E ndjeva se kisha të nevojshme ta doja dhe ta mbaja të sigurt. Liza u bë kujdestarja e Gizelës, me një qëllim larg pamës dhe me shpresën se mbase do të ribashkohej me prindrit e saj. Por kur ky plan dështoi, gjeni se çfarë bëri ajo. Doli vullnetare për ta birësuar. Dhe kur Liza, familja e saj dhe Gizela dolën para gjykatësit për të finalizuar birësimin, gjykatësi u ngrit dhe tha: "Kur një gjykatës futet në sallë, të gjithë ngrihen në këmbë në shenjë respekti. Por sot qëndroj në këmbë në shenjë respekti ndaj teje, Liza, sepse ti meriton respektin e kësaj salle. Dita e lindjes është një mrekulli, por të birësosh një fëmijë nga kilometra larg, kjo është e shkruar." Dhe me gjithë problemet e saj si nënë vetme, Liza e birësoi atë. Dhe Gizela ka bërë hapa të stërmëdhej në shëndet. Ajo sërish e merr nëpërmjet tubave shumicën e ushqimit dhe Liza e kishte të vështirë që ta ushqejë atë në këtë mënyrë, por ajo filloi të hante copa të vogla ushqimi. Liza po bën atë që na mëson shkrimi kur thot: "Shtojini perëndishmërisë dashurinë vëllazërore, mirësinë si e Krishtit, mirësinë radikale." Kjo është radikale, ajo nuk e njihte atë fëmijë, por Perëndia bëri që në zemrën e saj të lindte një dashuri për atë fëmijë dhe ajo ndoqi këtë. E dini, Perëndia e bën këtë kur ne jemi të gatshëm që ta bëjmë. Nëse thjesht themi: "Zot, nëse është dikush që duhet ta ndihmoj sot, dikush të cilit mund t'i shërbej sot, më trego se kush është. Do të qëndroj gati për ta bërë këtë sa më mirë që të mundem." Pra farktojini miqësitë tuaja me besim, mos gënjeni njëri tjetrin, çlirojini marrëdhëniet tuaja nga zemrimi, mos u zemroni me njëri tjetrin, ushqeni atë që është i uritur, dhe pastaj fuqizojini të tjerët me fjalët tuaja. Ja se çfarë na thot: "Asnjë fjalë e keqe let mos dal nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin sipas nevojës, që t'ju jap hir atyre që dëgjojnë." Bibla është plot me vargje që na tregojnë si t'i shprehim fjalët tona dhe tonin që duhet përdorim. Por ky është një nga vargjet më praktik dhe të dobishëm kur bëhet fjalë për temën e gjuhës son. Asgjë nga ato që dalin nga goja jon nuk duhet jetë e dëmshme, pra jo e shenjtë. Ne nuk duhet përdorim fjalë vulgare dhe fjalë sharjesh. Asgjë nga ato që themi nuk duhet jetë e dëmshme, jo e shenjtë. Asgjë nuk duhet jetë e pashëndetshme. Asgjë nuk duhet jetë shkatërruese. Asgjë nuk duhet jetë dëmtuese, por fjalët e një krishteri me dashuri vëllazërore gjithmonë duhet jenë ndërtuese, të dobishme dhe inkurajuese për tjetrin. Për të praktikuar dashurinë vëllazërore me fjalët tuaja, bëjeni zakon që t'i bëni kompliment të paktën një njeriu në ditë.
Kë mund të përgëzoj sot? Do të habiteshit nga mirënjohja që rrjedh drejt jush dhe ju mbush zemrën me kalimin e kohës kur ju thoni faleminderit. E dini që Abraham Lincoln kishte veshur një pallto dimri kur ai ishte me bashkëshorten Maryn për të parë një shfaqje në teatrin Ford më 14 prill 1865 dhe pak pas orës 22, John Wilkes Booth ju ofrua Tinës nga pas dhe e qelloi për vdekje me një plumb në kokë. Pasi u qellua, Lincoln u çua përballë rrugës në një qendër përkujdesje ku edhe e vdiq. Dhe gjërat e tij personale në xhepat e palltos u mblodhën dhe ju dhan djalit të tij, Robert Todd Lincoln, i vendosi në një kuti. Më vonë ato i kaluan vajzës së Robertit, Maryt, e cila i adhuroi librarisë së Kongresit në 1937. Dhe kutia nuk u hap kurrë deri në vitin 1976. E dini se ç'kishte në kuti? Çfarë kishte me vete Lincolni në atë natë fatale? Në pallton e tij të dimrit? Ai kishte me vete një palsyze optike, një thik xhepi, një orë të artë me zinxhir, një shami të bardhë, një manshet, një $5 të Konfederatës, një portofol lëkure ngjyrë kafe dhe dëgjojeni pa këtë, dhe disa copa të prera gazete. Njëra prej tyre lavdëronte arritjet e tij dhe fillonte me këto fjalë: Abraham Lincoln është një nga shtetarët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Edhe pse ai ishte një nga shtetarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, Abraham Lincoln kishte duruar kritika të vazhdueshme. Ai kishte nevojë për inkurajime dhe afirmime, si shumica prej nesh. Dhe ai kishte gjetur një artikull që thoshte diçka të mirë për të. E kishte palosur dhe e kishte futur në xhep të palltos dhe mbajti me vete deri në çastet e fundit. A nuk është kjo një kujtesë e mirë për ne, pavarësisht se kush jemi? Të gjithë ne kemi nevojë për inkurajime. Të gjithë kemi nevojë të dimë se dikujt i intereson ajo që ne bëjmë. Kjo është arsyeja pse kurrë nuk duhet të çojmë dëm asnjë fjalë duke kritikuar të tjerët. E dini, si të krishterë, nuk është e nevojshme që ta bëjmë këtë, sepse ka shumë njerëz që e bëjnë këtë me qëllim dhe e bëjnë këtë gjatë gjithë kohës. Pse duhet i bashkohemi edhe ne? Le të jemi ndryshe, le të jemi njerëz që kanë një gjuhë filadelfiane, fjalë filadelfiane, fjalë dashurie vëllazërore. Duhet të ndalojmë të qenë të ligjë si gjarpri dhe të fillojmë të jemi të mirë, siç na inkurajon edhe shkrimi që të jemi. Amen. Farktojeni misit tuaja me besim, çlirojeni marrëdhëniet tuaja nga zemrimi, ushqeni atë që është i uritur, fuqizojeni të tjerët me fjalët tuaja dhe pastaj e pesta, flakni hidhërimin nga shpirti juaj. Ja çfarë na thon vargjet 30 dhe 31, dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemrim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. Nuk e di nëse e keni vënë re, por në vargjet 26 dhe 27, Pali na thot se kur ne qëndrojmë të zemëruar për një periudhë kohe, ne i lëm vend djallit. Dhe pastaj në vargun 30, ai na thot se kur e lëm hidhërimin të rritet në zemrën tonë, ne trishtojmë frymën e shenjtë. Pra nëse ne nuk kemi fjalët dhe zemrën e duhur, ne i lëm vend djallit në jetën tonë dhe e trishtojmë frymën e shenjtë që jeton brenda nesh. Një frymë hidhërimi bën dy gjëra njëherësh, e trishton frymën e shenjtë dhe e gëzon djallin. Për të shkëlqyer në dashurinë vëllazërore, duhet të punoni që të zgjidhni çështjet personale. Kjo nuk është detyrë e lehtë. Sot ka shumë mënyra për të kërkuar ndihmë, që ta çlirojmë veten nga hidhërimi. Me udhëheqjen e frymës së shenjtë bëni ç'është e nevojshme që të zhdukni hidhërimin nga zemra juaj. Dhe ndërsa ne rritemi në të, zemrimi dhe fytyra armiqësore transformohen në shprehi dashurie. Dhe Biblia na thot, ata e shikuan atë dhe u ndriçuan dhe fytyrat e tyre nuk u turpruan. Le të jemi gjithmonë njerëz që njihen për mirësinë e tyre, që qëndrojnë kundër shëmtisë dhe të keqes që zën një pjesë të madhe të ligjëratave dhe ligësisë sot. Unë nuk kam pse të bie dakord me ju, nuk kam pse të besoj çdo gjë që ju besoni, por duhet ju trajtoj me dinjitet dhe mirësi dhe të dëgjoj çfarë thoni, ndërsa pres që edhe ju të më dëgjoni. Farktojeni misit tuaja me besim, çlironi marrëdhëniet tuaja nga zemrimi, ushqeni atë që është i uritur, fuqizojeni të tjerët me fjalët tuaja, flakni hidhërimin nga shpirti juaj dhe gjeni mënyra të reja për të praktikuar mirësinë. Kjo na çon te vargu i fundit i kapitullit, Efesianëve 4:32.
që na përçon idenë e përmbushjes së mirësisë vllazërore. Efesianëve 4:32 thot: "Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin." Sa më pëlqen kjo. Më kujtohet kur isha fëmijë mu desh që ta mësoja këtë varg, po ju, kur isha i vogël në shkollën e së dielës, ky ishte një varg kyç. Mirësia gjithmonë krijon një reakcion zinxhir. E keni vënë re këtë? Bibla thot: "Përgjigja e ëmbël e fashit zemrimin." Thjesht po përpiqem t'ju ndihmoj të kuptoni se mirësia nuk është një doktrinë. Mirësia nuk është thjesht një fjalë në Bibël. Mirësia është një fjalë të cilës i bashkëngjiten veprime. Jini të mirë. Kur tregoheni të mirë me dikë, kjo do të thotë që ju bëni diçka për të. Kjo nuk është thjesht një ndjenjë ngrohtë në zemrën tuaj. Nuk mjafton vetëm që të kemi një qëndrim me mirësi. Qëndrimi me mirësi është i mirë, por nuk vlen shumë. Veprimet e mirësisë janë ato që bëjnë mirë. Thjesht bëni këtë lutje: Zot, më ndihmo sot që të takoj dikë me të cilin të tregojmë mirë dhe që ka nevojë për fjalën tënde. Nëse ja kërkoni Zotit këtë, ai do ta bëjë. Nëse ja kërkoni këtë, duhet ta keni seriozisht. Sepse nëse jo, ai ka për ta bërë dhe do të rishtoheni nëse nuk e dini se çfarë të bëni. Prandaj kërkojani atij dhe ai ka për ta bërë. Ai do t'ju ndihmojë, ai do t'ju jap një zemër të ndjeshme. Ekziston dikush që duhet ta ndihmoni. Por jeni të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin dhe pastaj na thot: "Duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin." Dhe e dini se çfarë në këtë pasazh të shkurtër të shkrimit ka një të vërtetë të jashtëzakonshme. A e dini se falja është e vështirë? Po, në varësi të asaj që ka ndodhur, ndonjëherë ju ndodh diçka që është kaq e tmerrshme sa nuk mundeni. Ti do që unë ta fal atë për atë gjë? Do që ta fal për atë që bëri? Jo, nuk dua unë, por do Perëndia. Dhe Perëndia thot këtë: "Nëse arrini të kuptoni se çfarë do të thoshte për të që t'ju falte juve, nga rezervuari i faljes së Perëndisë për ju do të gjeni faljen që ju nevojitet për të falur dikë tjetër." Nëse përpiqeni ta bëni me forcat tuaja, nuk keni për t'ia dalë, por sa herë që arrini në pozitën ku thoni nuk mund ta fal dot atë njeri, kujtoni se Biblia na thot se kur ishim të pafuqishëm, kur ne nuk kishim se çfarë t'i ofronim Perëndis, kur ne nuk kishim çfarë t'i jepnim atij, Perëndia dërgoi birin e tij në këtë botë që të vdiste për mëkatet tona dhe të na falte. Dhe për shkak se ai më ka falur mua, nga falja që unë kam marrë prej tij, mund të gjej atë që më duhet për të falur dikë tjetër. Për hir të Krishtit, për hir të Perëndisë, jeni të falur. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.